Doktoresh, si kurohet diabeti, pra, me insulin apo me metoda të tjera? Ta bëj këtë pyetje sepse në rrjetet sociale ju e dini shumë mirë, ka shumë njerëz që praktikojnë dhe mjekësinë alternative, jo mos ha këtë, përdor atë, përdor këtë, si është e vërteta? Atëherë, së parë njerë duhet jemi të qartë për llojin e diabetit që po trajtojmë. Sepse nëse është ai diabeti tipit të parë, pra diabeti autoimun, trajtimi vetëm që ne kemi për të sot është nëpërmjet insulinoterapisë. Sot për fat ka shumë zhvillime, sidomos në sferën e diabetit tipit të parë, janë krijuar pompat, pompat dhe sensorët që monitorojnë 24 orë variabilitetin e sheqerit në gjak dhe pompa pastaj që hedh në mënyrë periodike në varësi të ushqimit apo edhe në momente bazale, insulin në qarkullim për të antagonizuar, po themi, këto nivelet e sheqerit që mund të jenë të larta në gjak. Dhe për të parandaluar, po themi, rritjen nga marrja e sasisë saktuar karbohidrateve që ka një pjatë. Kështu ky është diabeti tipit parë dhe i trajtohet vetëm me insulin. Nga ana tjetër, kemi këtë diabetin e tipit 2 që shoqërohet me mbipeshën dhe obezitetin dhe ne për fat sot jetojmë në një epokë ku zhvillimet në shkencë na mundsojnë që të kemi preparate shumë të mira që adresojnë jo vetëm uljen e sheqerit, por mbipeshën dhe obezitetin. Dhe këto të dyja pastaj bashk bëjnë trajtimin e smundjes. Natyrisht që ne sot kemi një algoritëm se si ne përzgjedhim terapinë tek çdo pacient dhe mënyra se si terapia sot përzgjedhet është shumë e personalizuar. Domethënë, bazohemi në riskun personal të gjithë smundjeve që pacienti ka, qoftë smundjet kardiovaskulare, qoftë smundjet e veshkave. Bazohemi në përfitimet që ne presim që ky pacient të marrë nga preparati që ne tentojmë që t'i japim. Natyrisht bazohet dhe në kosto, sepse jo të gjitha preparatet janë të mundura të merren nga gjithë individët. Tjetër faktor se si e zgjedhim në terapinë është prania apo jo e mbipeshës dhe obezitetit dhe nëse ne duam që pacienti të mos shtojnë në peshë sepse është në peshë të madhe, zgjedhim preparate që janë të paktën peshë neutral ose që akoma më mirë ndihmojnë në rënien në peshë. Dhe ne për të gjitha këto kategori sot kemi medikamente, të cilat mund t'i kombinojmë në varësi dhe të vlerave kur i ka më të larta gjatë ditës pacienti, në mënyrë që të bëjmë një shpërndarje shumë të personalizuar të terapisë që pacienti merr në mënyrë që të mbajmë në vlera normale gliceminë, sepse ky në fakt është qëllimi jon. Mbajtja e glicemisë në vlera normale është trajtimi i dur që ul pastaj dhe riskun për të bërë gjithë komplikacionet që ne po flasim. E përmendë shumë herë, mbipeshë, obezitet, është kaq e lidhur kjo sëmundje me këtë faktor? Janë shumë të lidhura këto sëmundje me këtë faktor dhe emëruesi i përbashkët i të dyjave është insulinorezistenca. Sepse në diabetin e tipit të dytë, thelbi ky është insulinorezistenca dhe për ta shpjeguar pak ndoshta se çfarë është kjo insulinorezistenca e famshme. Atëherë, imagjinoni sikur kjo dhoma që ne po rrim këtu është një qelizë e trupit ton. Dhe në këtë qelizë është porta. Porta shërben si receptori që fut brenda ushqimet që ndodhen në korridore, që po themi këto korridore janë ende gjakut. Dhe që porta të hapet, duhet ta ndihmojë një çelës. Ky çelës është insulina. Çfarë ndodh në diabetin e tipit të parë? Në diabetin e tipit të parë mungon fare çelësi. Prandaj e vetmja mënyrë terapeutike është dhënia e insulinës. Në diabetin e tipit 2, ky çelësi ekziston por është defektoz. Nuk e bën punën siç duhet. Dhe çfarë bën? Fillon qeliza të japi sinjale, pra dhoma jon jep sinjale sikur nuk po merr mjaftueshëm lënd, pra nuk po merr sheqerin siç duhet brenda. Sheqeri ri jashtë, ri nëpër gjaku, ne e masim në gishtë deli lart, por ndërkohë vetë qeliza jep sinjale sikur këtu nuk ka mjaftueshëm insulin që ta fusi brenda. Dhe fillon punon pankrasi, fillon prodhon insulina të tjera, fillon prodhon çelësa të tjerë, të cilët gjithashtu janë defektoz. Mirë, po këto çelësa që bëhen shumë me kalim në kohës, mund të ndodhë që të mos arrin dot të kompensojnë gjithë fluksin e karbohidrateve që merren nga dieta. Dhe ky është momenti që dekompensohet situata dhe ne kur e masim sheqerin në gjak del mbi këto vlera prag që ne përmendëm pak më parë. Pra mbi 126 esëll ose mbi 202 orë mbas buke për të diagnostikuar diabetin. Dhe nëse kjo smundje rri gjatë e instaluar, mund të ndodhë që pankrasi të fillojë të lodhet në mënyrë periodike. Dhe lodhja e tij pastaj do bëjë që ai të mos ketë më fuqi mjaftueshëm për të prodhuar çelësa, pra për të prodhuar insulin. Dhe ky është momenti që smundja ndoshta kalon nga
trajtimi medikamentoz, në të cilin ne kemi mundësi të japim medikamente në trajtimin me insulin. Edhe për diabetin e tipit 2 me kalimin e kohës. Pa kjo është, çfarë do të jepi një këshill atyre njerëzve që tashmë shikojnë shumë rrjete sociale dhe fillojnë të besojnë që mund të trajtohet diabeti pa insulin. Unë e kam dëgjuar edhe nga mjek serioz këtë, po ky është tjetër diskutim. Diabeti i tipit të dytë mund të tipin e dytë trajtohet flas, për një kohë shumë të gjatë pa insulin. Dhe gjithë synimi jonë është që kjo koha e marrjes së insulinës të jetë sa më vonë. Sepse natyrisht është dhe e bezdisshme për pacientin, por nga ana tjetër, le të themi është terapi halli, në kuptimin nuk na ngel më asgjë tjetër për të përdorur kur kalojmë tek insulina. Natyrisht, ka momente që dhe diabeti tipi 2 dhe të falenderoj që ma bërë këtë pyetje, sepse shpesh në praktikën klinike, kur pacientët shtrohen në spital, edhe kur janë me diabetin e tipi 2 dhe me ilaçe, mund të ndodhi që përkohësisht të kenë nevojë të marrin insulin. Kjo pikërisht për të përballuar një stres akut që ato kanë, i cili mund të jetë i pamjaftueshëm me ilaçe, por edhe për faktin që gjatë hospitalizimeve, kjo varet nga shkaku, mund të ndodhë që ilaçet të bëjnë të dëmshme. Dhe gjatë atij momenti, përkohësisht pacienti trajtohet me insulin. Por ky është trajtimi i përkohshëm. Problemi i madh është kur pacientët kanë vetëm insulinën si të vetme zgjidhja. Dhe realisht kjo është terapi për ne hallin, kuptimin nuk ngel asgjë më nga preparatet për të provuar dhe tentojmë që t'japim insulinë me disa preparate gjatë ditës. Pastaj nëse edhe kjo bëhet e pa efektshme, pacienti mund të kalojë vetëm në insulinoterapi dhe kjo padyshim e vështirëson pak situatën sepse do i duhet që në mënyrë rigoroze të bëj shumë mate për të jetë shumë kompliant me terapinë, me mënyrën e ushqyerjes, sepse insulina për fat të keq nuk ka doza fikse, siç përgjithsisht kanë ilaçe dhe modifikohen një herë në ca kohë, insulina duhet modifikuar në çdo vakt në varësi të sasisë ushqimit që pacienti ha. Kam disa pyetje të thjeshta. Është e kurueshme, diabeti është i kurueshëm apo jo? Duhet gjithmonë të jetosh me insulinë me vete, ajo që thon gjithë, pra me atë pajisjen me vete. Atëherë, diabeti është i trajtueshëm. Nuk është i kurueshëm. Natyrisht, pra gjithë ata që thonë rrjetet sociale kurohet, mund të shërojnë 100%. Nëse ne kapim në fazat e para. Jo, flas për të dytën e mbrapa, pra kur është nivelet më të avancuara. Pra, nëse është në nivelet avancuara, pacientët janë me terapi, smundja ka disa vite që është prezente aty, kjo e bën pothuajse të pamundur që të jetë një smundje rikthyeshme. Por nëse është në fazat e para, që sapo kanë filluar disa vlerë të lehta të larta të sheqerit, pacienti është vuan nga mbipesha apo obeziteti, në momentin që ai trajton mbipeshën dhe obezitetin, mund të ndodhë që dhe instalimi i diabetit ose të shtyhet në kohë ose të mos shfaqet fare, nëse kjo rënje në peshë dhe stili jetesës së tij, po themi është i përshtatshëm për ta shtyrë dhe natyrisht ka dhe variabilitet nga individi në individ, këtu futen faktorët gjenetik, sepse është një smundje pak më e komplikuar se thjesht dieta. Ju besoj i shikoni rrjetet sociale. Ka informacione të gabuara dhe çfarë mund t'i këshillojmë njerëzit që të kenë kujdes, mos i besojnë çdo gjë që vjen nga Facebooku, Instagrami etj. Ose mjekësia popullore pa i paragjykuar, po gjithsesi ti themi disa të vërteta. Tani, unë mendoj që çdo pacient që diagnostikohet me vlera të larta sheqeri, unë mendoj që duhet të drejtohet në mjekësinë standarde që ne kemi. Së pari për ta çuar diagnozën deri në fund, dhe kjo është hapi i parë i punës, dhe e dyta për të diskutuar për po themi terapinë e personalizuar sipas algoritmit që unë ju shpjegova që shoqata amerikane ka miratuar. Natyrisht në fazat e prediabetit ka dhe studime për disa preparate të mjekësisë alternative, të cilat mendoj që nuk bëjnë dëm as në periudhën që pacienti është me diabet, por nuk mendoj që janë të mjaftueshme për të ndërprerë terapinë, sepse për fat keq ne shohim në përditshmëri pacientë që janë me insulinoterapi dhe ndërpresin terapinë sepse dikush që praktikon mjekësi alternative me gjithë respektin, ju ka thënë që lëre sepse të marr unë përsipër dhe unë ta zhduk këtë smundje dhe pastaj vinë me komplikacione. Kështu që unë do thoya që t'i drejtohen sistemit shëndetësor standard. Pra, mos u gënjeni, pavarësisht se mund duket mirë në fillim, se ndoshta edhe gënjeni. Mund të duket interesante, domethënë mungesa e ilaçeve është interesante për çdo. Por kjo është një smundje kronike, siç është tensioni, siç janë smundjet e tjera. Dhe për fat të keq ne sot nuk kemi shumë gjëra në dorë për ta shëruar. Kështu që ai do apo s'do do jetë në pranim me mjekun, qoftë për të bërë parandalim primar nëse jemi në faza shumë të hershme,